Ibn al-Qayyim përmend në librin e tij Miftahu Dar es-Saada, përmend një ngjarje të cilën e tregon Ibn Abbasi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, se shejtant ju drejtuan Iblisit. I than, pse kur ndron jetë një dietar, gëzohesh më shumë se sa kur ndron jetë një adhurues. Pra, të shohim shumë të gëzuar kur ndron jetë një dietar, dhe jo aq shumë të gëzuar kur ndron jetë një adhurues. Tha, hajdeni me mu. U nisën dhe shkuan tek një adhurues, njëri që kishte kaluar vite të tëra në adhurim, por nuk kishte dituri. Dhe i thonë, do të bëjmë një pyetje. E pyet Iblisi, i thot, a ka fuqi Zoti që universin ta fus në një vezë? Adhuruesi tha, nuk e di. Pra ju duke vështirë. Më pas tha, hajdeni, shkojmë tek dietari. Kur shkuan tek dietari, e gjetën që ishte në mesin e nxënësve të tij, duke biseduar, duke qeshur me ta. I than, duam të pyesim, a ka mundësi Zoti që gjithësinë ta fus në një kokër veze? Tha, po. Than, si? Tha, i thot bëhu, dhe ajo bëhet. Atëherë Iblisi ju drejtua shejtanëve dhe ju tha, ky më ka prishur pra shumë njerëz. Pra nuk i ka lënë të shkojnë rrugën e shejtanit. Pse? Se me diturinë e tij. Ai e njihte fuqinë e Zotit gjithësisë. Ai kishte lexuar për Allahun e lartësuar. E dinte që Zoti i gjithësisë është i fuqishëm për gjithçka. I thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Nuk ka diçka të vështirë për Allahun e lartësuar. Nga kjo ngjarje patjetër që ne nxjerrim mësime. Dhe mësimi kryesor është që me i kushtu rëndësi dijes fetare, me i kushtu rëndësi mësimit Kur'anit, me i kushtu rëndësi meditimin në fjalë të Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë e porosit profetin alayhis salam në Kur'an. Dhe nuk e kërkon profetit alayhis salam pra të kërkonte shtimin e diçkaje tjetër përveç diturisë. Wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj, o Zot, ma shto diturinë. Vlla dhe motër, elusë Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që e mësojnë Kur'anin, meditojnë fjalët e Allahut lartësuar. Elusë Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që e praktikojnë fjalën e Allahut lartësuar në përditshmëri. Elusë Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që i kushtojnë rëndësi sunnetit profetit alayhis salam, diturisë fetare. Amin.